Qeveria nuk ka një afat për të dërguar vakancën e kryetarit të Bashkisë së Rogozhinës në presidencë. Për Vizion Plus, ish kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kristaj Shkume i u referua rasteve të ndodhura më parë, ku bashkitë kanë qëndruar me kryetar të komanduar me vite, pa qenë nevoja e zgjedhjeve të pjesshme. Për Këshillin e Ministrave nuk parashikon asgjë. Pra, është në diskrecionin e këtij organi që të marrë vendimin kur ai e shef të arsyeshme për ta shkarkuar nga detyra kryetari i Bashkisë dhe për të bërë pastaj njoftimin për vakancën e krijuar presidentit të Republikës. Ne kemi patur raste kur Këshilli i Ministrave nuk e ka ushtruar këtë të drejtë dhe detyrë që ka, që dhe që rrjedh nga Kushtetuta e vendit dhe ka mbetur në detyrë kryetari i parshëm, rasti i Shkodrës, kanë parasysh me vite të tëra. Megjithatë, Kume shpjegon se zgjedhjet e pjesshme nuk ka nevojë të mbahen në rastet ku kryebashkiaku largohet nga institucioni vendor 6 muaj përpara zgjedhjeve lokale. Ligji për vendqeverisjen vendore parashikon vetëm rastin kur vakanca krijohet 6 muaj përpara ditës së zgjedhjeve, për të mos u bërë zgjedhje plotësuese për vakancën e krijuar, por në detyrë të qëndrojë deri në zgjedhjet e radhës apo të përgjithshme për organet e qeverisjes vendore, i komanduari nën kryetari i kësaj bashkie. Tashmë mbetet për t'u parë nëse qytetarët do t'i drejtojnë kutive të votimit, apo nëse Rogozhina do të mbetet me kryetar të komanduar deri pranverën e vitit tjetër.